Jemi pjesën e fundit, duhet të diskutojmë edhe për një çështje tjetër që e pret Kosovën, çështjen e zgjedhjes së presidentes së re. Ka një synim, kandidaturë që ka shprehur pikërisht presidenti aktuale Vjosa Osmani për një mandat të dytë. Se shihni zgjidhjen e kësaj çështjeje që i bie që edhe një muaj ditë duhet të ketë president të ri? Para, unë mendoj që kjo çështje mund zgjidhet me një konsensus për një kandidat i cili është përfaqësues qytetarëve dhe jo një kandidat ose kandidate që i shërben një individ ose një parti politike. Edhe në këtë rast, Vjosa Osmani se meriton për të marrë një mandat të ri, sepse ka dëshmu që i ka shërby vetëm Albin Kurti dhe lëvizje vendosje gjatë kësaj periudhe sa ka qenë presidente. Dhe nuk ka pas trajtim të barabartë për të gjithë qytetarët dhe gjitha subjektet tjera politike. Në anën tjetër, nuk e ka pas guximin Vjosa Osmani asnjë ligj antikushtetues me ja kthy qeverisë Kurti. Të gjitha e kanë firmën e Vjosa Osmanit, sepse procedura e miratimi i ligjit BSE-n i kalon kuvend, pastaj aspekti i dekretimit nga presidenti. Pra, duke qenë vetë juriste, duke pasur një ekip të juristëve në kabinetin e saj, dhe duke i kthyr gjykata kushtetuese ma shumë se 22 ligje, asnjëri prej tyre. Pra, nuk ka qenë gjendje me ja kthy mbrapsht, me thonë falë se këtë ligje ka shkuar kundërshtim me kushtetutën. Dhe dikush që nuk i mbron integritetin e institucionet të Kosovës dhe nuk e mbron kushtetshmërinë këtë vend, nuk e meriton me president. Pra, do të ketë vot nga PDK-ja për zonin Osmani. Jo, pse më ja vot? Por mi të kalu apet ligjet. Në fakt nuk dihet akoma nëse do të jetë kandidatë, sepse zoti Kurti nuk e ka konfirmuar. Dikush i ka jap dy dekrete për kryeministër. Një Albin Kurtit, një Glau Konjucës, kundërshtim me kushtetutën. Tash po del që është kundërshtim me kushtetutën. Në fakt, zoni Osmani nuk e ka të sigurt, as mbështetje nga vetëvendosja, nuk dihet nëse do ta kandidojë vetëvendosje. Këtë mundësi të hapur e ka lënë zoti Kurti. Nuk e di ato, ajo çështje e tyre nuk na përket neve. Ajo është nëse dëshirojmë pas, nëse kalojmë këto etapat e konstituimit kuvendit edhe qeverisë, unë mendoj që është e rëndësishme sepse situata e zgjedhjeve ka sjell tash në një situatë që duhet miratohet buxheti edhe të ketë tyra nga buxheti i shtetit për të gjithë punonjësit shtetëror, por edhe për institucionet për mirëmbajtur edhe funksionuar shtetit, në veçantë institucionet e sigurisë, sepse pa buxhet është pa më shumë që ato të mirëmbohen, sepse kanë kosto. Dhe në këtë rast do të ishte ndoshta mas këtij hapi i rëndësishëm. Pra, unë besoj që Kosova ka njerëz edhe potencial me zgjedh një person i cili është apolitik, që i përfaqëson gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe që kishte më na përpasu edhe dinjësisht edhe në arenën ndërkombëtare, sepse kemi nevojë. Po do jashtë gatshëm që tulet pra me zotin Kurti me vendosjen për një kandidat konsensual. Ka thonë edhe kryetari Hamza që po është i gatshëm për një marrëveshje politike përmes cilës pra do të zgjidhej presidenti, i cili nuk do të shërbente asnjë parti politike, por do të shërbente qytetarët e Republikës së Kosovës. Edhe do të ishte një gardian i kushtetutës së Kosovës, por edhe do të bante këtë balancin e pushtetit. Kosova çdo herë ka pas president apartijak, zoti Haxhiu. Ka pas edhe partijak, po në situatën aktuale që është, sepse ne mund marrëm procedura nga e kalumja, mirë po e shohim që ka pas edhe president që kanë qenë nga partitë politike, mirë po pastaj funksionin e ka ushtruar në plotnit po me kushtetutën dhe nuk ka pas raste sikur këtu të fundit me Vjosa Osmanin që më nënshru ligj antikushtetues.